Pas më shumë se një viti heshtje, partnerja e Princ Lekës, Blerta Celibashi, ka vendosur të flasë dhe të tregojë të vërtetën e saj për lidhjen që ka. Sot ajo është në krah të Princ Lekës, e gëzuar dhe e lumtur, por nga ana tjetër, Elia Zaharia është zemërthyer për divorcin dhe për faktin që vajza nuk i ka prindrit bashk. Deklaratat e Princ Lekës dhe Blertës kanë çuditur jo pak publikun. Ai tha se jetonte në një shtëpi me Elian, por nuk flinin bashk. Ndarja ka ardhur në faza të ndryshme, ka qenë ajo faza emocionale, distancimi, ne kemi jetuar në një shtëpi, por të distancuar, kam qëndruar vetëm me vajzën, por me Elian nuk kishim kontakt as fizik. Her pas here, kemi qenë në media, kemi bërë në foto një kartolinë të bukur, por kjo ka qenë krejt falso. Ne rinim të ndarë në shtëpi, por dilnim bukur në foto. Jo pak ka çuditur edhe Blerta me deklaratën e saj, teksa tha: "Unë nuk e kam patur asnjëherë shoqe Elian, kam shkuar aty pasi kam bërë punën time si fotografe, por asnjëherë nuk kam patur miqësi me të." Në fakt, Elia ka provuar të kundërtën, sepse për një kohë të gjatë para ndarjes, ajo shpesh e përmendte Blertën në postimet e saj, por shoqëria, me sa duket, ka përfunduar. Elia tashmë vijon jetën e saj si grua e divorcuar, ndërsa Blerta shumë e dashuruar në krah të princit. Burime të tjera bën me dije se kam pyetur Ylka Mujo në lidhje me intervistën e fundit të Princ Lekës dhe Blertës. Ajo është shprehur: "Ai është një kapitull i mbyllur për Elian. Ajo nuk jeton më me të kaluarën, por është një vajzë e fortë që di të ecë përpara me kokën lart, edhe pas sfidave që i sjell jeta." A është ky fundi paralajmëruar apo një tradhti e mbuluar me foto të bukura? Mendoni se Blerta është viktimë e paragjykimeve apo shkëndija që ndesi divorcin? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komente.